Sula, i madhi Dash Sula që nuk ka lënë gjë pa bërë për ta kap një vend në tribunën VIP, u la jashtë. U la në det të hapur. U la në det hapur dhe me sa unë mora vesh, u arratis. U arratis sepse nuk e përballoi dot këtë poshtrim që i bëri Këneta dhe vazhdon të besoj ama që Shqipëria bëhet. Dash Sula. U fut të Shqipëria bëhet. Por në fund të ditës, Dash Sula thuaj qatë duash, po është Gjeldeti i Peshinit dhe nuk pajtohet dot Këneta me të. Se është, i përsush, ato pupla dhe mdhaja, papajtueshmëria me ujin e Kënetës, domethënë është tip i veçantë në llojin e vet. Gjeldeti, po shumë i veçantë. Në fakt, kishim të sinkronin dhe ishte do nga një sinkron shumë pikant me Gjeldeti, me pupla, me Kënet, me bus, pra është shumë piktoresk, por ndërkohë që po dëgjonim këtë Sona tha po Gjeldeti, tha po 7500 vota e ka ky Gjeldetit. Pra ndoshta edhe prandaj ka këtë epitetin e Gjeldetit. Gjeldeti është kështu, theret për festa. Kryeministri gjithmonë e ka etiketuar, bullizuar, quajeni se të doni, zotin Sula, si gjeli i Peqinit, me qëse në Peqin ka shumë gjela zakonisht. Dhe zoti Sula ka bërë her pas herë disa video fani me ja, sa bërë ka këtë video në tu me këto 500 me këto gjëra të qie. Por zoti Sula në vitin 2021 ka marrë 7500 vota personale në qarkun Elbasan. Dhe këto vota sot shkojnë për Adriatik Lapaj, ndoshta tek nisma Shqipëria bëhet, që është koalicioni. Se i merr me vete to vota Dashi? Po përsa koj ka marrë personalet tek koalicioni i PD-s me Bashën atë kohë, pse të mos i marrë me Lapajin sot? Në mos 7500 do i marri 5000. Merr vota majtës apo merr vota djathtës? Zoti Sula ka vota personale në çdo rast, kanë shkuar për të. Është figurë me profil lokal, ndonjëherë disa atallen, disa e lavdërojnë, por ka qenë gjithmonë një figurë pikante dhe pse ka qenë figurë me një profil lokal, por që ka patur të vazhdueshme të marrësh vota si ka. Okej. S'do të qëndroj më aty, sepse thjesht ishte pikant në fakt komenti i Ramës në lidhje me Dashën. Unë nga ana ime them Dash ti bëre zgjedhjen e dur, bëre shumë mirë, sigurisht që nuk do të çojë ata vota ke Partia Socialiste, megjithëse i shkoi kur Lëng dhe Ramës, prandaj tha Dash atë, ti mos u impresiono. Shkoi me ato vota ku dush ti, të paktën tregove një lloj burrnie shumë më të madhe se sa shumë nga këta që bëjnë si burra. Jo, po s'kishte rrugë tjetër, çfarë do të rritë më? Jo, po mund të kishte rrugë tjetër Dashi, çfarë do të bëjte? Çfarë burrnie mos na fundi burrnie. Jo, ka të tjerë që kanë ulur kokën në parti. Kanë ulur kokën tjerë, kanë ulur kokën në listë hapur se Dashin e Jo, ka të tjerë që s'janë fare, në asnjë pjesë liste kanë ulur kokën dhe pse kanë qenë të shkëlqyer në primare. Për shembull, djali Besnik Mustafaj, një nga prurjet më interesante të PD-s në këtë 4 vjeçar, dhe Brengen dhe që doli shumë mirë në primare, në më të vjetuarit e Tiranës, nuk është fare, doli e tha jam shumë i lumtur që nuk jam. Mirë, më lënë djali Besnikut është djali Besnikut, tash edhe hyn garë dhe ti je i lumtur që nuk je. Është njësoj si të hysh futboll dhe jam shumë i lumtur që humba. Mos na bëni për budallë fare, mos ta fyni. Për këtë jam duke thënë që ka dy profile, njerëz që nuk u pajtuan me poshtërimi, nëse e quajmë kështu atita kryeministri, dhe njerëz që ulën kokën dhe thanë do pres radhën. Problemi është që këto duhet largoheshin të gjithë sepse ai i gënjeu sy për sy. Tha do të bëj primare, nuk bëri primare, por çfarë do të rish me të njerëz më ata që rrinë dhe luftojnë. Jo ata që rrinë dhe heshtin, ata që rrinë dhe luftojnë, unë i vlerësoj më shumë se ata që rrinë dhe heshtin. Ore, nuk luftohet me një të vdekur, por ajo është parti e vdekur tash. Ajo është që në politike dhe lufton me çdo përbindje që ke përballë, nuk ke që në politike. Megjithatë, unë në fakt në këtë është e njëjta temë, por thjesht kemi ndruar titullin. Duket sikur këta i ndjek mallkimi i Lulzim Bashës. Pra këta braktisën Lulzim Bashën, braktisën Partinë Demokratike që kishin, dhe me për të bashkuar, po duke qenë se ata e perceptuan Lulzim Bashën si kryetar të dobët, thamë po ikim ke ky forti. Ky forti tani, me prasimin e këtyre të dyve, Xhekmarkajt dhe Gazbardit, këto tjerët i la të notonin të lirë, pra i hoqi nga listat. Po këtë po mundoj se me thonë në tërë, që këto, në momenti që i braktisën Bashën. Jo, braktisën vetë në tyre këta, sepse këta kishe një parti shumë të fort. Po doktori Joshi, i tha do bashkohemi, kemi kritene meritokracisë. Kjo që i thot, të luftoj, kjo nuk luftojnë këto për parti, më i dojnë.
Këto luftojnë për karrigën gjithë. Nuk luftojnë këto për parti. Atëherë kanë bërë zgjedhjen e duhur me Bashën, nuk kishin shans për patur karrige, me Berishën kanë një shans për patur karrige. Po jo për jo. Luftojnë për karrige se këto nuk mund të jetojnë ndryshe përveç se si deputet. Po nuk është mëkat të luftosh për pushtet dhe për karrige. Ka gjithë jetën që jeton. Po nuk është mëkat ta duash një gjë të tillë. Ka veta, ka mëkat është kur shërben krimi kur merr detyrë. Nuk është mëkat ta aspirosh bësh deputet. Nuk e kuptojnë dot se këto pa mandatin e deputetit nuk janë kërkuesi. Se nuk kanë ardhur në parti janë beteja nëpërmjet një lufte, nëpërmjet një individualiteti, nëpërmjet një personaliteti. Ta njerëz pa personalitet, përveç mandatit deputetit, ta nuk kanë asgjë. Kush i njifte? Të lutem. Dhe kjo është një dramë politike. Po të shikosh listën e mbyllur të PS-s, as ti nuk je asnjëri. Po të shikosh listën e mbyllur të PS-s, as ti nuk njeh asnjëri nga ata që kanë listë mbyllur të PS-s. Për të mos i dhënë mëkate vetë njërës palë. Demokracia e munguar e partive sot është një skem boshe në dyja pa... Meze, ka një këshu, një karma, karma e zëbit që është bërë shumë trendi kjo fjallë të një. Ka një karma të Lulzim Bashës që ndjekta deputetet që ngeren jashtistave? Gjithë ngjarje që po ndodh, tregon përfundimisht filozofinë mbi të cilën funksionon politika shqiptare. Gjithmonë përpiqem të identifikoj personat cilët kanë identitet dhe kanë personalitet dhe kanë soverenitet në sjelljen e tyre. Nuk po e them këto thjesht tek Partia Demokratike, është e përgjithshme kjo, por në mënyrë posaçme është evidente tek Partia Demokratike sepse ngjarjet në Partinë Demokratike po na demonstrojnë një situatë që të shpihet arsyetimi i syçit këtu, po të shpihet edhe te një perceptim i përgjithshëm i joni. Në këtë tavolinë sapo diskutohet që më mirë është të luftosh brenda asaj partie për të pritur se mos kush e di. Tani, në politikë ka një moral, unë luftoj, thot tjetri, për të sjellë një demokraci, për të sjellë mbështetje për popullin, për të sjellë etj. Dhe kur dëgjon këta individ në podiume, ti do thuash kemi bërë gabim që nuk i kemi lënë këta në udhëheqje, sepse me këta Shqipëria do shkonte ku do shkonte. Ku shef praktikën, kupton që këta njerëz për hir të karriges të tyre sheshin çdo gjë. Ne meshku themi ca shprehje të tjera, por është parimi. Sheshin dinjitetin, personalitetin, identitetin. Po nuk kam pas dhe tipari kryesor i kësaj situate, dhe unë këtu duhet me keqardhje, sinqerisht me keqardhje, por i kthehem te Tabaku se kam shumë respekt dhe do të dëshiroja që ai ishte një identitet përfaqësues në Partinë Demokratike. Po kjo lloj sjellje kaq ambigue në vetën e vet tregon përfundimisht që për hir të karriges nuk ka një stabilitet të qartë. Ajo ka prodhuar një identitet politik, një personalitet politik dhe mund të jetë leadership i një rrymë e cila do të bëja të ndryshimin e madh që shpresa e demokratëve, por që unë të ri në funksion Sali Berishës, duke e ditur mjaft mirë që me Sali Berishën nuk merret pushteti, nuk realizohet asnjë objektiv politik i kësaj partie, atëherë unë në këtë rast ta heq përfundimisht atë identitetin ta dhe them ti nuk i gjë tjetër, vetë një shërbëtor absolut i një të keqe të madhe në Shqipëri. Po bëjmë pak empatike nuk do t'ja di fare. Sa më shumë të risha për sa më tepër ti shërben sa të keqe, aq më tepër dëmton interesat e demokratëve, po them që janë të drejta. A mund ta dëgjoni një pyetje? Edhe në këtë vend, nëse zonja Tabaku do i kishte telefonuar ju të dyve mbrëm e do ju thoshte çfarë do i thotë sugjeron, tikte te Edi Rama apo tikte në shtëpi? Çfarë do të bënte sipas jush? Çfarë nuk është kjo Tabaku? Do shumë e rënd për zonjën Tabaku. Do shumë e rënd. Pra për ju që e vlerësoni një lloj si unë, çfarë do të bëti në shtëpi? Ja do t'japu përgjigje, bëre pyetjen. Po. Zonja Tabaku së bashku me një grup, një 38 veta, deputet, bën një lëvizje të cilën unë e përkrava jo se isha antisaliberisht, por isha se ishte një frymë e cila ishte shumë pozitive për të reformuar shumë gjëra në Partinë Demokratike dhe për të bërë vërtet alternativë. Por kur e pam pastaj që në atë vend ku vajtën Karrigja ju mungonte, ideali qëndronte, po Karrigja ç'bën? Lan idealin dhe shkonte Karrigja. Dhe tani po mbasi te Karrigën. Duhet kjo është gjithë çështja sipas. Kjo është karma fakt. Kjo është karma. Se u bë pyetja për Lulzim Bashën. Me Lulzim Bashën që unë isha kundër Lulzim Bashës, por fryma e atij grupimi ishte shpresa më e madhe të djathtë shqiptare.
se gjithë ta ident njerës, Oriola Pampuri, po rri me Lulzim Bashën, qëfar fiton kurso? Pastaj thash që ideali tyre nuk u garantonte Karigën, thanë të vemi të Karigja, dhe nuk kuptuan një gjë, që vetëm akti që bën, që kaluan me Lulzim Bashën, e kishin thyrë Karigën, dhe fakti tani që Karigja është e thyrë. Okej, tani duhet ta bëjmë më konkrete, se kalim në plane shumë teorike. Dua nga Nduena dhe nga Esiona një lloj përgjigje, një lloj krahasimi. Kam këtu përpara listat e mbyllura të Tiranës, të Partisë Socialiste dhe të Tiranës së Partisë Demokratike. Pra, tek Partia Demokratike është Sali Berisha, përballë Edi Ramës, okej, të dy dalin. Nuk kanë problem. Po, lista mbyllur dele gjitha, nuk ka asnjë dyshim. Ti mendon që... Po formula është e tillë drejt, lista e mbyllur dyja partive fiton. Si kush është mërtori, del direkt lista. Fiton, nuk ka nevojë për betejë. Si ka mundësi mendoni? Ju mendoni që unë nuk e di këtë fare, ha? Po pse që lista e mbyllur? Kjo do thotë listë sigurt. Na ke thënë që përmes teje të informojmë publikun, dhe përpiqemi ta bëjmë për ata. Dakor, mirë. Unë dakon po bëj publikun, publiku e morë vesh në listat e mbyllura dalin gjithë. Okej, iku. Megjithatë nuk ka që gjithmonë kështu. Po në përgjithësi. Po është hera parë tani po marrin, duhet t'i shoh kokë më kokë. Edi Paloga, Ogerta Manasilio. Albana Vokshi, Dita Nikolla. Dita Nikolla, pse u largua sekretare e kuvendit? Çfarë pati? I liroi vendin Lisa Spiropalit, ka që thjesht ishte. Nuk ishte asgjë që... Nuk ishte kështu arsye. Ishte një mashtrim i vogël, po i quajsës. Makiazh i vogël. Ishte kështu, jo, kriza hipertensioni, gjëra thon kështu. Po hipertension kemi të gjithë, Ozhej, nuk është ndonjë gjë madhe ta kesh. Në rregull. Albana Vokshi e fortë. Pra kush Albana Vokshi del për ditë dera parlamentit pret Sali Berishën dhe shkruan për ty brenda. Albana Vokshi ka informacione që mund të ketë probleme edhe me ligjin, kështu që e kuptoj se figura janë këta. Ti marrin ball për ball. E kuptoj që këto janë njerëzit më të vështirë të ti kesh në lagje, jo më të 1, 2, 3, 4. Atë Berind Kolliçi ishte kokë për kokë me Dina Nikollën, okay? Jo, jemi një më poshtë. Okej. Jo, nëse këtu e kam 1, 2, 3, 4, kujtjo, nëse. Flamur Noka me Tauland Ballë, mirë, çifti fort. Kokë më kokë. E mytë Taulandi. Dy ish të brendshëm. Godasin, dy ish ministra të brendshëm. Okej. Se interesante bëhet kështu, ha? Andora, dhe ti mund të marrësh pjesë në këtë. Jo, unë flas në gjuhën e... Josefina Topalli kundër Igli Asane, po marrim dy listat e mbyllura kështu. Nuk ose i bashkënoj një gjë të dy bashkë. Ë? Po ky tani më fal, Igli Asane është ministri i sosë mjaftë. Është ministër, por nuk është deputet. Ka patur kontribut në Partinë Socialiste ky? Jo, është fushat ati e parë që bën në Partinë Socialiste. Po sigurisht ka qenë zbulimi Ramës. Po sigurisht ai ka qenë me invokacion të majt. Ku ka punuar përpara, se di fare. Drejtori i informacionit në Vizion Plus. Është vllai vet. Është vllai vet, Arban Hasani. Igli ka punuar në Ministrinë e Mbrojtjes. Hasani ka qenë në Ministrinë e Mbrojtjes, ka qenë ambasadori ynë në OSB dhe ka drejtuar Shqipërinë kur ne kishim president në OSB-s, aty i hyrin zemër kryeministrit për ta bërë ministër të jashtëm. Tani këtu unë kam Hasanaj, e ka Hasani apo Hasani? Hasani. Se këto mbjemrat, se unë të rjetën... Këto ndiqet nga spaku, kështu që mos e fri mëndjen. Ha? Pjemrin. Të rjetën i ka thonë Ilir Meta si Ilir Meta, kur e pash Ilir Meta. Ilir Meta u futa jo termi, Meta. Po, bëjt dyshim tani, okej, ate, Besar Xhaferi, ate për Josefinë në fantazë, Josefina në gjallë shpres, Besar Xhaferi? Është kryetari i Forumit Rinor Demokrat, edhe është një nga figurat më besnike të kupolës së partisë, po... Ku është faqë ky? Nuk ka qenë Belind Kolliçi më përpara? Pas Belind Kolliçit është zgjedhur ai, po ke parasysh si Lulzim Basha kur ishte në hijen e Berishës, edhe ky është në hijen e Belindit, nuk është në publik. Është të thua krijesa e Belindit. Është po, influenca. Pa garanton Belindi për këtë. Po. Okej. Delila Ibrahimaj po është ministri apo? Po ministra. Edhe kjo e ka fushat parë? Po, kjo është herë parë në parlament. Okej. Tani më thove se është një emër i vështirë që nuk e di. Adea Pirdeni. Me gjas ministri are e drejtësisë në qeverinë e re, aktualisht është ministra antikorrupsioni dhe administratën publike, një nga më të pëlqyer e Edi Ramës në raport me rrugën tonë ndaj Bashkimit Evropian në procesin e negocios me BE. Okej. Tu është Iza Xhixho që është e njohim, është e Aleatit, e Partisë Socialiste, Lëviz Balliu që e njohim, shumë aktiv. Ilva Gjuzi, këtë se nuk e njoh fare, Ilva Gjuzi? Tani Ilva Gjuzi është njëra e cila doli dhe tha Edi Rama tha ka një tmet madhe, tha Edi Rama punon shumë për Shqipërinë, tha dhe harron veten, tha. Dhe kur e pyetën cili është çelësi i suksesit, tha un pata ndrit i ylli, tha se i bëra shumë like Edi Ramës dhe ai e kuptoi që un vleja. Kështu që kjo është mënyra si e ka përshkruar arsyen pse është në listë. Ilva Gjuzi vet.
E sinkron kjo, ja? Po, mund t'ja kaloj, mund t'a shohim. Ja, po ja kaloj ju. është bërë shkyrë në meme. Mesila Doda është grupin e... Koalicionit. është aleates, Tedi Blush aleat, Iris Luaras, se bën fundi nga mediat. E vetëmja surprizë Lisës Tiranës ishte ajo edhe emri i fundit që vjen. Erion Malaj. Erion Malaj është djali i aktori Petrit Malaj, ambasadorit ton në Kosovë, dhe me sa duket po realizon ëndrrat e tatit, sepse Rama ja premtoi gjithjetën për ta bërë deputet, nuk e bëri dot, dhe po i bën të birin. Edhe ky një emër i Çfarë moshe ka Erioni? Nuk di ta them, nuk kam nga kërkimi i mbrëmshëm kur morëm vesh emrin, thjesht kam kuptuar që është djali i tij, por nuk di çfarë profili ka, çfarë bën në jetë edhe. Ti bëra krahasim në këtyre dy listave, zoti Damalia, si të duken? Shumë të panjohur, shumë buzëqum shakanët, më duket, apo... Po, ai të dy listat janë listat, kjo e... Po mirë, po, që më thënë kjo, s'do mbledhin vota këta? Po, do mbledhin vota, ma. Kush i njeftë, do me zi njofta unë, që me gjithë ditë me këtë punë? Po, ato që ka fut që janë të fortë, për shumë... Ja, votat e partisë, të marrin ta. Po. Ta në grupi qyli. Kurse këto tjerët që kanë qenë një mandat... Këta mund të rinë në shtëpi edhe ata bën deputet duke mos dalë fare fushat. Ta dim si funksionon. Për shkak të skemës. Këta tjerët nuk i bin qylit? Jo, lista hapur jo, se lista hapur do të votojë, duhet luftohet. Lista e mbyllur, them ke ka PD. Te të dyja palët. Te të dyja palët këta tjerë. Ka ndërtu sistemin. Sistemi është i ri që po aplikohet për herë të parë dhe lista e mbyllur është lista e nënës. Ata të tjerët janë lista e njerëkës. Ashtu këta gjithë kanë interes të luftojnë, edhe unë mendoj që nuk është ashtu pse kien listë sigurt të të Sigurisht do luftojnë me se kanë zona përgjegjësie do amatin rezultatin kryetare. Të fitojnë sa më shumë. Do të fitojnë, se mund dalin dhe ato listër hapur e ç'kuptim ka pastaj? Nuk formula funksionon e tillë, të parë që fitojnë mandat është lista e mbyllur. Ja, më vjen një mesazh korrigjues, faleminderit që ma çove. Përshëndetje Artur Ikli Hasani është nga Kuksi, nuk ka lidhje me Hasanët që thatë ju. Dy pritët e tij janë intelektual të spikatur mjestësisht. S'pe atë më se s'ka autorizuar. Është tjetër Ikli Hasani. Po Ikli Hasani është nga Kuksi. Ne nuk thamë se nga është, kështu që... Jo, me që e lidhëm me gazetare. Është vllai. Në fakt ka një lloj ngjashmërie. Jam vëllezër. Ikli Hasani, ministri i jashtëm. Po, është vllai këtij. Po, kam një judon. Arban Hasanit. Ja tre ata ndoshta Arbion, Arban. Nuk e di se sa janë, po që ata dy janë vëllezër. Jo, do të ja pak ndonjës, pasi do ta mbyllësh këtë pjesë edhe kaloj reklam. Po. Çfarë janë dy lista ballë për ballë. Mua po ta marr për pjekuri, për shembull, rikthimi i Jozefinës jep një Fatmir Mediu dihet, jep një gjë, jep votat e partisë vetëm, ha? Po çfarë votash ka Fatmir Mediu? Ka pas gjithmonë kanë gjetur dy deputet. Ka lasivitaja vota, se mos të harrojmë kush është lasivita në Shqipëri. Po. Do të thonë, qoftë do shohim pikat e forta të njërës listë dhe pikat e dobta të listës tjetër për ta mbyllur se njerëzit vdesin për këtë lloj faqathemin ekonomik. Aty ka individ që janë vërtet të fortë në garë, qoftë nga Partia Socialiste, qoftë nga Partia Demokratike, po sikundër ka edhe personazhe të cilët hynë të dalin nga dyert e spakut. Kështu që duhet parë se kush do të ketë, sepse ne nuk po flasim vetëm për votat që ata sigurojnë nëpërmjet fotografimit të kartës së identitetit, po flasim dhe për elektoratin ngri, të cilët kanë pikpyetje për vjushmërinë e tyre në politik, duke ditur që këta kanë akoma hesape me drejtësinë. Dhe unë flas për një listë aty, siç është Albana Vokshi, Flamur Ndoka, apo edhe personazhe të tjerë, të cilët nga Partia Demokratike kanë probleme, që kanë procese të hapura në SPAK. Po, patjetër, do ndrysh, do të pasurojmë edhe me informacion. Dhe ndrysh, dhe mbyllim këtu. Më shifni çik të më krahaso pak listën e Shkodrës. Pra, për PS-n është Bledi Çuçi. Jo, nuk janë Shkodër, janë Vlorë aty. Për PS-n kemi Neo Malsoren, një nga blerët më të mira të Ramës të zgjedhje. Atëherë për ma thuaj pak se ti e ke më saktë. Atëherë në Shkodër për Partinë Socialiste në krye të listës është Neo Malsoria, njohim ne, quhet Mariana Koçeku, dhe është një vajzë e re e cila ka ardhur nga emigrimi që ishte për studime në shkenca politike dhe në një shtëpi të varfër të prindërve dhe në Koman ka ngritur një agroturizëm shumë
shumë të lezetshëm edhe shumë të njohur të vlerësuar. Kështu që kryeministri e ka spikatur dhe përbënte për mua blerjen ose po themi përzgjedhjen. Po kush është? Risi. Është nën kryetari i Bashkisë së Shkodrës, është një Stërkaj nga familja Stërkaj, është një njeri preferuar i Paulin Stërkajt prapë nga Malësia e Madhe, është një listë lokaliste që i mungojnë elementet po themi... Tani, për balë, kjo lista ka... Kë ka Shkodra, për dhe se një s'po besoj? Luciano Boqin ka të pari, që nuk është Shkodran. Luciano Shkodran, që lidhë ka... Tërhek vota fare, jo, ka lidhë të turi. Po, shef politikë dhe për shkak të shpërndarjas do duhet të kandidoj atje. Greta Bardeli rikandidon. Nuk kandidon? Rikandidon. është deputete? është aktualisht, po. Ramadan Lika dhe Titi Hoti. Edhe ai një potencial vota është në zonën e vetë të konsideruar dhe ka dhe një në listë. Pra Shkodra si ndahet duke patur këto lista? Me qërë? Një duhet të fiksojmë që në fillim, jo vetëm sistemi, që nuk është sistem majoritar ku flet për individ, por edhe filozofia mbi cilën po organizojnë në mënyrë posaçme këto zgjedhje, duhet të na largojë absolutisht nga individët cilët do të konkurrojnë, por do të na fut në skemën e filozofisë mbi cilën këto dy parti po futen në zgjedhje. Deri tani diskutuam që kemi një parti që futet në zgjedhje me një panel të besuarsh dhe një parti e cila po futet me një frymë rinovimi kapilar. Për ta materializuar ju kapën Shkodrën. Shkodrën është nënkryetari i Bashkisë, Onit Bejleri. Kush e njeh nga ju? Google i vetëm. Nuk e njeh asnjëri. Sepse ky është një individ i cili është nënkryetari i Bashkisë sot. Për arsye pune e kam njohur dhe jam habitur me integritetin e atij personi. Jam habitur me përfaqësimin dhe me komunikimin që ai bënte në publik dhe me qytetarë. Dakor, se këtu kalon në fushat. Ti mendon që ai do ketë aftësinë të bëjë diskurs kundër Edi Ramës kur të mos vjen në nivelin e duhur të qeverisjes? Tani këto i ka vënë të Shkodrës, si ka vënë Beneti apo i ka vënë Rama me Beneti? Të dy bashkë i ka vendosur, po. A janë ata për të bëuar politik? Prandaj duhet të arsyetoj këtë se debati është rinj të vjetër. Kjo është debati që po diskutojmë. Jo, debati është të vlefshëm të pavlefshëm. Argumentin. Pra me fjalë, ne jemi mësuar, pra ne jemi ata që po nxitim domosdoshmërinë e prezencës të vjetërve, sepse do na bëjnë çuditëra. Nuk ta kanë bërë ndonjë çuditë vjetrit. Kundrazi kanë bërë. Kundrazi. Atëre kur të rinjt po katapultojnë në politikë themi çan këta të panjohur. Ja po ju jap një rast si ishte ky rast. Unë thash më, unë thash do të njohë. Jap një rast tjetër. E Dona Bilali kështu po puan 2021 iku në shtëpi pa do votoj një person i cili është i ri, është gjithë energji, është punëtor, është komunikues. Pra ky i riu jam që ka një vlerë në Shkodër. Shtu ka folë Edi Rama edhe për Dona Bilalin. 4 vjetë nuk prodhoi asgjë në skemën kombëtare. Mos ma prirë sume se unë e the se nuk kam më kohë. Mbi këtë logjik duhet kuptojmë të gjithë të rinjt që ne nuk i njohin, por që janë shumë aktiv Njeh Shkodra, kjo garanci, njeh Shkodra. Në vendin ku i ka zgjedh ky përfaqësim. Ajo që ne duhet theksojmë tashmë është pikërisht ajo gjë e re që është revolucionare në politikën shqiptare, po jo për herë të parë. Për herë të parë ka ndodhur me Kopin. Me Kopin, Berisha bëri një lëvizje të mençur të kohës, ta them të mençur, futi në mënyrë të dhunshme brenda këtyre konjunkturave konservatore të Partisë Demokratike një grup intelektualësh. Dhe fal asaj fryme që futi, me që ka një gjë që ata u imponuan në media, u imponuan kudo. Ne këta ne si njohim. Ke 3 muaj do t'imponojnë. Një individ do t'imponojnë 3 muaj. Por frymën e re e futi Berisha fitoi. Dhe ne çfarë diskutojmë tani? Dhe kush ka mirë sot nga ata do të jetë një frymë e cila do ta pres me reklam fjalën, të lutem. EV, blok publicitar dhe kalojmë në pjesën e dytë ku do flasim për fatin politik dhe juridik të Elo Veliajt, i cili sipas vendimit të apelit sotshëm mbeti në burg.